Ja ku jam, aty edhe ku fillova para 5 viteve. I ullur në karrigën e hekur të aeroportit, pres fluturimin. Një i ftoft i lehtë ma përshon gjithë trupin. Nis lehtë nga fundi i shpinës, e ngjitet ngadalë deri në majë të kokësime të ullace nga umbra e fundit. Kurse në kafazin prej kahrorit tim të akullt, zemra më digjet. E çuditshme. Ka kohë që nuk jam dirë kështu. Para këmbëve kam valigjen, nuk e kam dorëzuar ende. Le të pres edhe pak, mendojnë me vete. Le t'i shijoj momentet e fundit në këtë vend, e të mishërohet me pluhurin e kësaj toke të bekuar. Mund t'jetë hera e saj e fundit këtu. Le të pres edhe pak. Valigje e fare s'ka të bëj me këtë punë, mendoj sërish. Mbase në të e shoh shpirtin tim qyqar që nuk po mund të përballet me ndarjen e hidhur nga qyteti që e deshti aq fort. Nuk e di, mendimet i kam të turbullta. I hedh një shikim valigjes. Nuk është e njëjta me cilën erdha për herë të parë, kuptohet? Ajo ishte e vogël, për dhe unë isha i tillë. Kisha strukur në të vetëm gjërat e domosdoshme së bashku me shpresa dhe ëndrat e mia prej një adoleshenti. E të klime e këshillave të nënës në vesh, isha nisur të bëhesha dietar. Mu tha se të gjithë kishin qenë të tillë në fillim. Se të gjithë vinin me ambicie të zjarta, të cilat në vorbullin e përditshmërisë në Medinë, dal nga dal shkojnë drejt shuarjes, e përfundojnë në varrezat e ftohta të ambicieve të vdekura, që përkujtohen rrallë, apo dhe harrohen përjetësisht. Mu tha se do të mbetesh si gjithë të tjerët, se ti nuk mund të ndryshosh sistemin e kurdisur prej vitesh. Fundja kush je ti ta bësh një gjë të tillë? Ju thash se isha ndryshe nga të tjerët, se mund t'ja dilje. I sfidova, sa shpejt kaluan vitet. Namazin e fundit e fala në harem. Kështu vepronin të gjithë ata që e lënin Medinën. Namazi i fundit. Ezanin që nuk e përcjellja me aq vëmendje, kësaj radhe përjetova si radhë herë më parë. Madje edhe melodin që nuk më bënte përshtypje në të kaluarën, u mundoha ta mbaj në mend. E që sa herë ta dëgjoj diku larg nga ky vend, të përvlohem nga malli, por dhe të ndihem krenar se isha dikur atje, në qytetin profetik, ku ky ezan thërre çdo ditë. Më kaploj një trishtim kur e mendova se të nesme muezini do të thërë sërish hayya ala salah, e unë nuk do t'jem këtu që t'i përgjigjem. Pastaj ky trishtim u thellua kur e kujtova faktin se sa herë e pata këtë mundësi, e unë u tregova skendaj saj duke zgjedhur që të falem në çoshtet e qytetit, gjithnjë në emër të shfrytëzimit të kohës. Do ta shfrytëzosh tash e mbas, pa haremin që ta merr të kohën tënde aq të çmuar, i thash me ironi vetës. Pas namazit që më duki shkurt në krahasim me netët e tjera, vëllezrit më përqafuan fort. Kishin dalë të gjithë më përshëndesin. Më shtrënguan e më uruan suksese. Madje disa i pash të përlotur. Nuk e di nëse ishin të pikëlluar se po ndahemi, se po e lë Medinën apo se po e shihnin veten e tyre në këpucët e mia. Mbase të gjitha së bashku nuk e di. Pastaj nuk e di nëse ishin të vetëdijshëm që kisha për të ndruar gjithçka me qëndrimin e tyre në Medinë. Për më tepër nuk jam i sigurt nëse unë vetë mendoja kështu më parë, kur vendosja të qëndroj me muaj të tërë në vetlindje, apo kur e mendoja praktikën e fakultetit në pamundësi të qëndrimit së bashku me bashkëshortën, apo kur më kalonin ditë të tëra pa u falur në harem. Prap nuk e di. I përqafova të gjithë me radhë. U mundova të jemi fort. Ta fsheh fortunën që brentronte në maskën prej fytyrës sime me buzëqeshje të ftoft, akull. Ti kamufloj i dallgët rrëmbyese që godisnin brigjet e zemrës sime të dobët. Nuk e di nëse arrita, por u mundova të flas sa më pak që ishte e mundur. Mbase nuk mlinte lëmshin që më ishte mbledhur në fyt, apo ndoshta frika se do dridhe zëri im melankolike do zbulohem. Po përpaksa nuk më shqiti loti, kur a përshëndeta njërin prej studentëve të vjetër. E gjeta në këtë nënqiell kur erdha për herë të parë dhe po e lë sërish aty. Sa i begatuar. E përqafova edhe vëllai me të cilin i kishim macaruar marrëdhëniet pas një debati rreth një çështje terciare.
Edhe atë që ja theva zemrën në fushën e sportit. E mendoj tash se aja vleu, se besoj. Më thanë se tash më këshim bërë halal, e unë nuk munda të flasë. Nuk është dashu të ndodhë, desha t'ju them me sy, nuk e di nëse e kuptuan. Të mbathurat i kam në dorë, po e shëtis haremin për herë të fundit. Ndoshta e fundit me plot kuptimin e fjalës. Zoti e di. Mazuri syri mësuesin e Kuranit e nxënësit rreth tij, që nga dita e parë që erdha desha t'ju bashkohem, që ta përforcoj atë që i kisha mësuar e ta përfundoj me mërzimin, të bëhem bejbartësve të fjalës së Allahut, të falem me të në netet e gjata, e t'u mësoj të tjerëve. Madje pa ta planifikuar që me këtë vepër të bëhem shkak që nënësime t'i vendoset kurore në ditën e gjykimit, me këtë ja kompenzoj lotët që derdhin nga malli për djalin larg shtëpisë. Shpejt kaluan vitet, Zoti më faltë. Ja dhe plaku i devotshëm, si çdo ditë hierën qëndron në qoshën e tij të preferuar, në ballin e tij të gjerë plot rrudha, e nën çepallat e rënduara i vezullojnë sytë që shikojnë në mushafin e vjetër para tij. E mjekra e gjallë dhe bardhë një bardhësi të çuditshme, lëviz lehtë nga të lexuarit. Sa herë që vije e shihja këtu, po kur nuk pata guximin t'i afrohem e të njoftohem me të. Për më tepër, disa herë në u takuan shikimet, po nuk më duk se më njihte. Mbase nga mungesa ime në harem, nuk e ka vërejtur që kam qenë banor i këtij qyteti për gjithë këto vite. Ndoshta mendojnë se isha një vizitor i zakonshëm si shumë të tjerë, që shkojnë e vinë, pa lënë ndonjë gjurmë të theksuar në garën e adhuruesve të haremit. E si të tillë nuk meritojnë të shihen si konkurrent e t'ju dihet emri. E shikoj sërish vjedhur azi. A thua do t'i ketë ikur në namaz në harem? Nëse po, sa? Më rëndësishmja, kur do të arri këtë plak me shpërblemi? Kur namazi ti vlen sa 1000 namaze të mia, e që të dy garojmë në të njëjtin shteg e për të njëjtin qëllim. Vazhdoj rrugën kokë ulur. Tani edhe të mbathura që i kam në dorë më duken disi më të rënda. Duke ecur i tillë ndryshon ngjyra e qilimeve. Rrodha. Qenë ka stërmbushë sonte. Mbas edhe brëm ka qenë e tillë, mendoj, ku ta di unë, nuk isha. Mundohem t'ja bëj një vend vetës, të deportoj. E kot, më vijet për tas nga brenda, më bëni hapësirë, më leni të falem, ta vendos ballën aty ku e vendosi i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam fuqi, po si kur të bëja nuk më duket se kjo do t'i bënte atyre përshtypje. Një tjetër i smur për gjendve, apo dhe rast mental do mendonin mbase. Madje si kur i dëgjoj zërat e tyre për qeshës, tani të ka ndërmend, ku ishe për gjithë këtë kohë, dështak. Edhe do t'kishin të drejtë. Rrugës drejt daljes shoh karrigat e ligjerimit, aq të drujnta, aq fragjile. Nëse ndonjëherë të rastisht kalosh pranë tyre, mos u habit nga dukja. Si të tilla shërbejnë si baza pe ku përhapet trashëgimia profetike anë këndruzullit toksor. Vallë sa fjalë të arta kanë dalë nga dietarë të ulur në to, sa këshilla që kanë mundur të ndryshojnë jetën, sa njerëz u janë falur mëkatet rreth tyre, sa nxënës prej këtu kanë dalë të pastër si atë ditë kur u lindën. Nuk e di, nuk isha. Kthej shikimin për herë të fundit ka haremi, më i bukur se kurrë si për i natë. Dritat e llambave të shumta që duken si të zjarrta në sytë e mi të përlotur, përzihen me të kuqen e qilimeve të punuar me kujdes. E nën hijen e ombrellave gjigante, marrin një bukuri prallore. Nga larg e shoh vendin ton, vendin e shqiptarëve. Mendimet, kujtimet më vinë rrëfeshëm. Pyetje që kërkojmë përgjigje. A thua do të shkel sërish këmba ime këtu? A e mora ata për cilën erdha? A isha prej fqinje të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A durova ndaj peripecive të Medinës që të më përfshin ndërmjetësimi i tij? A do të dëshmoj kjo pjesë e tokës në dobinë time, apo jam nga hupthi që Medinja e largon sonte? Ustaz Tariq, më ndërpreu mendimet.
kthehem prapa, shoh punëtorin bangal të veshme të kaltërta. U habit kun pa në gjendje, ndesha ta përqafoj e ti them se edhe për të do të më marrë malli. Nuk mund ta të dëroj. U largova me shpejtësi. Në Kuba nuk isha. Nuk shkoj edhe aq shpesh, nuk e di përse. Nga se nuk shkonin shokët, besoj. E sonte ndihem i tradhtuar. Për shpërblimet e umrës që i lëshuam, e ata do të kenë mundësi të tjera. Po unë nuk e di. Mundohem të gjej se çfarë mbeti nga tërë këto vite. Lodhja netëve pa gjumë para provimeve, pritja e gjatë e mjeti transportues për të kthyer në shtëpi, uria në fund të muajit, bezdia nga vendasit, asnjë nga këto. Beti dituria e pak që e mora, kujtimet e bukura për kohën e kaluar, adhurimet e pakta që shpresoj të më jenë pranuar, dhe mbeti përgjegjësia para Allahut. E si do të përgjigjem? Besoj se tash me keni të njohur. Nuk e di.